Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe do të sjellim një histori që vjen nga qyteti i Elbasanit. Në fakt, për të gjithë besnikët e emisionit Pa Gjurmë e kanë njohur historinë e Bukurosh Rudës, një ri nga Elbasani, i cili ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe ka treguar atë luftën e tij me drejtsinë shqiptare, pasi për shkak të divorcit ky baba jo vetëm që i mungoni biri, po kërkon që të marri kujdestarinë e tij sepse nëna ka probleme të shëndetit të tij mendor. Vetëm përpara disa javë Bukurosh Ruda ka qenë në studio së bashku me avokaten Nexhi Beqiri dhe në datën 29 tetor, vetëm përpara disa ditëve, le të themi që gjykata e apelit e mbylli çështjen dhe u mor një vendim. Bukurosh, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeva. Dhe vendimi u mor. Vendimi është marrë, po ta shikoni në gjitha ato kërkesa që unë kam parashtruar, gjithë provat që kam paraqitur, është marrë... Se lufta jote është që ti të fitosh kujdestarinë e djalit. Po, është marrë në këndvështrimin tim në kushtet e shpërdorimit të tyre, në ajo trup gjyqësore, duke qenë se ata nuk thrasin as psikologun, përveç se nuk marrin pra gjykata e apelit, që ta përcaktojmë dhe ta themi dhe për teleshikuesit, gjykata e apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë, që kujdestarin do ta ketë nëna dhe babai ka të drejtat e takimit dhe por ne do flasim sot gjatë dhe padyshim që një vendim gjykate nuk mund ta kundërshtojmë, por do të dëgjoj, padyshim se juaj do dëgjohet në këtë studio, por edhe dua të pyes ditën e sotme. Çfarë të keqe ka nëse ajo nën mjekohet, kurohet dhe mund të jetë aftë të kujdeset për të birin, ty nuk të pengohet takimi me djalin Bukurosh? Dëgjoj, është shumë e thjeshtë ta thuash një fjalë të tillë, po është shumë e vështirë ta pranoj për mua si baba. Pse do thosh? Unë kur shoh djalin tim që djali im vuan dhe më duhet e them me pasërti më të madhe, më duhet më shumë se një orë e gjys për të bindur tim bir, që i bir të shkojë te nëna, sa i fillon e qanë dhe përplasët sa në shtëpi, e thotë që do qaj dhe do përplasëm. Pra, djali ku vjen tek ju refuzon që të kthehet tek nëna? Refuzon në kategorike. Edhe një duat pyes për moshën e djalit? 4 vjeç. Po për inteligjencën që ka është... Dhe ai kërkon që të jetoj me ju? Po, ai nuk do në mënyrë kategorike që të shkojë te mama. Mirë, ne të dy do diskutojmë sot gjërë e gjatë, do ta mbash edhe këtë vendimin e gjykatës, por do të kaloj në një tjetër foto, do të jemi në Tropoj, në kërkim të një të riu, me emrin Florian Tabaku, 26 vjeç dashurmiq, i cili dhe ai ka humbur kontaktet me familjen e tij në 20 tetor të këtij viti. I riu ishte ngjitur në mal për të mbledhur gështenja, por më pas nuk është kthyer, ka qenë në shoqërinë e nënës së tij, janë shkëputur për pak momente nga njëri tjetri, por ai është larguar dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Florian Tabaku, dhe pse kanë qenë në kufi dhe ndoshta mund të ketë hyrë drejt Kosovës. Mirë, regjia na ndihmoi me pasaportën, ky është Florian Tabaku. Vllai i tij ka qenë në një lidhje direkte me studion e emisionit Pa Gjurmë dhe ka treguar momentet e fundit të Florianit, i cili fatkeqësisht kishte probleme të shëndetit mendor dhe ndoshta largimi është në mënyrë të pavedishme. I vllai, motra, gjithë familja, persona të cilët janë familjar, jetojnë jashtë shtetit, janë kthyer me urgjencë drejt Tropojës dhe të gjithë në teren për të bërë kërkime, edhe policia me dron ka bërë kërkime në atë mal ku ai ndodhesh duke mbledhur gështenja, por nuk kanë gjetur asnjë gjurmë të Florian Tabaku, këtij 26 vjeçari, dhe pse dyshohet se ndoshta mund të ketë kaluar kufirin dhe ka hyrë në zonën e Gjakovës, por edhe policia e Gjakovës ka bërë kërkime nga ana tjetër në zonën e Morinës, mos gaboj, por nuk janë gjetur gjurmët e Florian Tabaku dhe ende ky i ri është i zhdukur, i humbur, është në kërkim dhe fatkeqësisht nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij që prej datës 20 tetor. Mirë, dua të prezantoj një material edhe për të riun nga Tropoja dhe rikthehemi në studio. Njëzet vjeçari Florian Tabaku nga Tropoja është dukur në rrethana ende të paqarta më 20 tetor, pasi kishte dalë të hënën me nënën e tij për të mbledhur gështenja në zonën e Kamenicës, në Bajram Curr. Sipas familjarëve, i riu është larguar për pak nga ëma dhe më pas ka humbur çdo kontakt me të. Pas kërkimeve të pasuksesshme, familja ka bërë kallëzimin në komisariatin e policisë së Tropojës. Kërkimet për 26 vjeçarin vazhdojnë me intensitet, ndërsa shpresa për ta gjetur të gjallë nuk është shuar.
Familjarët e tij apelojnë për ndihmë dhe bashkëpunim nga çdo qytetar që mund të ketë informacion. Ndërkohë, autoritetet shprehen se nuk do të ndalen derisa të zbardhen rrethanat e zhdukjes misterioze që ka tronditur të gjithë zonën e Tropojës. Edhe për këtë të rinj nga Tropoja dashur miq, u bë thirrje nga ekrani Report TV, kushdo që ka informacion është i lutur të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona. Keni 2 numra kontakti poshtë ekranit tuaj, një numër celular dhe një numër fiks ku gazetarët e mi përgjigjen në çdo moment që ju telefononi, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Ne urojmë dhe shpresojmë që mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e Florian Tabakut, këtij të riu nga Tropoja, i cili fatkeqësisht mëngjesin e 20 tetorit së bashku me nënën e tij ishte ngjitur në mal për të mbledhur gështenja, është shkëputur nga nëna e tij. Kjo e fundit ka kërkuar ndihmën e familjarëve të tjerë, banorë të cilët janë ngjitur menjëherë në mal, kanë bërë kërkime vetëm minutat e para që ai ishte larguar, por nuk kanë gjetur asnjë gjurmë të tij dhe nuk dihet drejtimi me të cilën ka marrë Florian Tabaku. I vlla i tij, kur ka qenë në një lidhje direkte me emisionin pa gjurmë, ka treguar se është parë në zonën e Gjakovës. Një shqiptar nga Gjakova ka deklaruar, duke u bazuar gjithnjë te fotoja, se këtë të ri e kishte parë në Gjakovë, ndërkohë që po bëhen kërkime edhe nga policia e shtetit të Kosovës, por fatkeqësisht kanë kaluar disa javë, le të themi, dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Urojmë dhe shpresojmë që mos ka ndodhur asgjë e keqe, ky i ri të gjendet dhe të rikthehet sa më shpejt në familje. Mirë, me pasaportën dhe foton e Florian Tabakut, ne do të bëjmë një shkëputje në këtë momente, do të kalojmë në një këshill mjekësore dhe do rikthehemi në studio për të folur për historinë e Bukurosh Rudës, një baba nga Elbasani i cili po lufton me drejtësinë shqiptare, kërkon të rifitojë kujdestarinë e të birit me pretendimin se bashkëshortja e tij ka probleme shëndetësie mendore dhe jeta e djalit është në rrezik. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe do të flasim në këto momente për historinë tjetër që stafi i redaksisë e emisionit pa gjurmë ka vendosur. Është historia e Bukurosh Rudës, babai i një djali të mitur i cili është divorcuar nga nëna e tij dhe sot kërkon kujdestarinë. Mbi të gjitha, ky baba tregon momente të trishta kur takon të birin, se ky i fundit tregon se dhunohet dhe nuk ndihet mirë në familjen e nënës. Por një pjesë e mirë e videove që Bukuroshi ka sjellë në redaksinë e emisionit pa gjurmë për shkak të etikës, unë nuk kam lejuar që të jepen në transmetim dhe i dashur Bukurosh këtë gjë ta kam thënë. Jo çdo, unë jam e sigurt që një baba kërkon që e vërteta të dalin në dritë dhe kërkon që shumë fakte të dalin. Jemi në një ekran televiziv, jemi në një orar që ndiqemi edhe nga grup mosha të ndryshme, flas edhe për fëmijë dhe adoleshent, dhe disa video që ti na ke sjell apo foto të djalit të mitur dhe pyetjet që ti i ke bërë djalit janë paksa të rënda. Pyetje që një baba i bën fëmijës vet dhe fëmia kthen përgjigje akoma më të rënda. Për shkak të kësaj etike, unë nuk mund të lejoj të jap të gjitha këto video. Por ju keni çuar në gjykatë dhe gjykata nuk i ka marrë parasysh. Ndoshta psikologja, mendoj unë, flas unë si gazetare, dhe në këtë rast jo si gazetare, por si një nën, që ndikimi i një babai me pyetje goxha të rënda që i bën një fëmije a lejohet? Atëherë, nuk ka asnjë lloj, unë nuk e di, unë habitem pse përdoret ky lloj termi nga ana juaj, sepse duke qenë se jeni gazetare jo e fillimit, me fjalë, jo në ato fillesa, po e gazetar që me përvojë normalisht. Bukurosh, nga që unë kam këtë përvojë, nga kjo përvojë po të bëj këtë pyetje. Se nëse nuk do kisha përvojë, do t'i nxirja ato foto dhe ato video në ekran dhe do gaboja. Por, mua nuk më duket normale, unë do të flas shumë apo ty, që një baba të pyesi djalin e vogël. Unë po të përgjigjem, jam përgjigjur që për intervistës parë që kemi bërë live, edhe 3 tjerët që kanë ardhur më pas, 2 në studio dhe 2 live, 4 gjithsej në total, i 5 si ky që jemi. Atëherë, unë nuk kam bërë asnjë moment pyetje fëmijës tim pa një shkak. Fëmia ka treguar historinë, se unë thash, nuk rri do të Bukuroshi me telefon gjatë gjithë kohës, se të pres atë momenti kur të flas fëmia dhe unë ta xhiroj. Edhe ta presinin dhe ta bëj ty këtu. Nuk e bëj unë ata. Unë në momenti që fëmia më jep një shqetësim, mendohem, me thonë drejtën, shumë herë për ta bërë një herë atë regjistrim, dhe më pas mas disa herë që fëmia përsërit, mas disa ditësh që fëmia përsërit kur vjen të kunë, pra kalojnë disa premte,
Dhe më pasin një vendos të bëj atë regjistrim. Ta bëj, ta pyes djalin. Nuk e pyet Bukuroshi dhe nuk është interesu Bukuroshi. Vetëm në celularin tim mund të ndodhen mbi 50 video dhe foto të tua që ti mi ke dërguar momentin që ke regjistruar djalin. Pikërisht. Nuk janë 1-2, janë shumë video. Më lejo. Bukuroshi po të them dhe herë, e ka në ndërgjegjen e tij që kur nuk merret me regjistrime. Nuk është marrë kur në jetë. Kjo është hera parë që unë merrem me regjistrime edhe regjistrimet i kanë bërë për të nxjerrë në pa atë dhunë që përcjell ai fëmijë. Pra për të nxjerrë në pa atë denoncim, pra për të kallëzuar atë krim që fëmia thotë se i bëhet. Nuk është Bukuroshi ai që e bën dhe... Por ajo, e qartë, e kuptoj tendencën që ti... Nuk kam tendencë në atë pjesë. Jo, e qartë. Tendencën tënde që ti ndes telefonin dhe xhiron djalin, të kuptoj këtë pjesë. Por si ka mundësi që psikologja e cila është rritur nga gjykata... Jo, nuk është rritur. Jo, po, kur është bërë divorci, psikologja... Më dëgjoj, unë do t'jap... Po, mund të më shpjegosh, por një psikologe ka pasur që ka folur me nënën dhe me djalin, e ka parë situatën dhe gjendjen, që më pas e ka dorëzuar në gjykat dhe gjykata ka marrë një vendim. Po, ja, në këtë vendim gjykate të zonjës Aurora Alimadhi, po të shfletosh këtë vendim, ku thot për psikologën... Në shkallës parë? Shkallës parë. Po. Aty e jep që unë e kam kundërshtuar, pra unë mund të jap të ta shikosh dhe vetë, patjetër. Të lloj vendimi, po. Aty e jep në arsyetimin e saj gjyqtarje, e jep që Bukurosh Ruda e ka kundërshtuar dhe nuk ka thënë që unë kam rënë dakord që fëmijë ta marrë... Zgjidhja e martesës. Zgjidhja e martesës në Elbasan. Dhe aty e jep dhe thot gjyqtarja që në arsyetim që Bukurosh Ruda nuk unë kundërshtoj dhe nuk kam thënë atë që thot psikologja dhe kam kërkuar një akt tjetër ekspertimi, i cili ai akt ekspertimi nuk më është ofruar. Dhe këte unë nuk e din nxitimin e asaj gjyqtarje përse duheshe, a mund të keq dhënë kushte presioni. Unë nuk e diskutoj atë pjesë, por një gjyqtare kur hyn në një post të tillë që të hyjë si gjyqtare, duhet të bëj drejtësi, jo ç'drejtësi. Aq më tepër kurristat të një fëmie. Bukurosh, të lutem, unë nuk jam këtu për të mbrojtur as Xhiliolën, po të them fare për mbrojtur. Bashkëshorten tuaj as ju Bukurosh, se nuk u njoh. Por thjesht po të them, jo vetëm si gazetare do të bëj pyetje, por edhe si një nën. Normalisht. Në momentin që kemi një fëmijë të mitur dhe ti pretendon që ish bashkëshortja ka probleme shëndeti mendor dhe shkaku i divorcit erdhi për shkak të problemeve shëndeti mendor, unë nuk mendoj që nuk ka asnjë gjyqtare në botë që e di që ai fëmijë është në rrezik me një nën me probleme shëndeti mendor dhe ti lër kujdestarin, sepse Xhiliola nga ana e saj ka çuar dokumente për treguar që gëzoni shëndet. Asnjë lloj dokumenti s'është çuar atje. Edhe në apel nuk u çua asnjë lloj dokumenti. Nuk është çuar, përveç se janë marrë disjet e mia. Janë marrë 3 disje, 4, 5, diku të 6 disje, mos gabofsha. Por psikologja në dokumentin që dorëzoi çfarë ka cituar? Harroje, në vendimin e apelit nuk u pranua asnjë në pjesën e apelit, në pjesën e Elbasanit, psikologja ka paraqitje raport ku unë i kam thënë më nxjerr videon se ku unë kam thënë që unë jam dakord ta marr nëna. Kur nëna dënohet me vendim gjykate, e ke këtu... Edhe ju jeni dënuar. Jam dënuar. Jeni të dy të dënuar. Po të të jap... Si nëna, edhe ti je i dënuar nga gjykata për shkak të dhunës që ka ndodhur në qytetin e Elbasanit mes njëri tjetrit. Fakti, kjo është vetëm një konstatim. Por, ama një nënë që nxjerrte lloj mesazhi, që do e marrë fëmijën botën tjetër dhe ti çohet asaj gjykate dhe gjykat ta pranoj, kjo është e turpshme. Është rrezik tjetër atij fëmijë, lexoje se çfarë thotë. Urna. Po, e lexova, është i qartë mesazhi që keni komunikuar në WhatsApp. Ky mesazh i është thënë në telefon në prani të policisë Dorian Paganika. Të atij që manipuloi ngjarjen. Të atij që i tha Erion Çekrezit që unë jam te kamera dhe te kamera nuk duket gjë. Sipas Erion Çekrezit, se Erion Çekrezi më tha mua atë natë që ky që po flet me mua është shefi im Dorian Paganika.
Unë asë njof, asë di bire zë po ta shoh sot, nuk e njoh në rrugë. Ne më përmendim shumë emra këtu, emra policës, emra gjyqtarësh, por nuk është kjo zgjidhja se përmendim emrat e tyre. Me dëgjoj, në vendimin e procesit penal të Artur Prengës, unë e kam aty po që ta marrë. Po, mund të na ndihmoj një nga gazetarët tona, po mund të ma thuash ndërkohë. Një nën që shkon, largohet nga veni i ngjarjes, pretendon për dhunë. Largohet nga veni i ngjarjes, shkon në shtëpi, rrit 2 orë 20 minuta. Mas 2 orë 20 minuta, sipas vetë firmës së policit Erion Çekrezi, kthehet, bën denoncimin dhe kthehet në komisariat. A nuk kemi të bëjmë tu me i shpërdorim detyre nga ana policisë shtetit? A e narkopolicia shtetit? Nuk është policia shtetit. Dashur Bukurosh. Është i band. Me lejo. Tjetër gjë. A nuk duheshe mbajtur ajo në komisariat? Për shkak se ka prish provat. Dhe prishja provave, largimi nga vendi i ngjarjes është vepër penale. Ajo mund të shkonte në shtëpi, mund të çashe, mund të nxiheshe, nuk e ka bërë. Okej, jam dakord. Se nuk e ka ditur, nuk ka pasi instruktor, ta instruktonte. Se ta kishte instruktor. Se mendon kështu? Më dëgjoj, Rushi. Unë mendoj sepse në momentin që një grua është e divorcuar dhe nuk e bën një ish, burr hamencon që po, do ta bënte edhe kjo. Sepse është kjo urrëtie kaq e madhe pas divorcit, kjo mua më bën përshtypje te çiftet. Më dëgjoj, nuk ka asgjë urrëtie. Kjo është thjesht 2 anët e medaljes. Ti, i dashur Bukurosh, ke prezantuar një ngjarje që ka ndodhur në qytetin e Elbasanit, që ju jeni goditur me njëri tjetrin. Është godit, ajo ka goditur mua, jo atë. Unë dua të rikujtoj ato momente, sepse gazetare ime Klaudia ka ribër një kronik pikërisht për historinë tuaj dhe ndjekim këto momente dhe rikthehemi. Një betejë gjatë ligjore dhe emocionale ka përfshirë një çift të divorcuar nga Elbasani, ku në qendër qëndron fati një djali të mitur 4 vjeçar. Babai i tij, Bukurosh Ruda, pretendon se ish bashkëshortja Gjiljola nuk është e aftë të kujdeset për fëmijën, pasi sipas tij ajo ushtron dhunë fizike dhe psikologjike ndaj të birit. Më pas nini kur vjen momenti që Gjiljola ngel shtatzan, aty kanë vëretur vetë me fjalë diçka që Gjiljola, si të thush, një ndryshim. Aja ndryshoj në pjesën që... Të sjelljes? Të sjelljes, edhe po mundoshe të mbylleshe. Në një përpjekje për të qetësuar dhe për të shmangur konfliktet, Gjiljola udhëtoi drejt Italisë për 10 ditë, por kthimi i saj nuk e përmirësoi gjendjen, përkundrazi, tensionet mes çiftit u thelluan. Bukuroshi rrëfen në studio takimin e tij me ish bashkëshortën dhe ish vjerën, një takim që degeneroi në përplasje fizike dhe sipas babait, ai u dhunua fizikisht. Pak orë më vonë, policia e thërret Bukuroshin në komisariat, pasi Gjiljola e akuzonte për dhunë. Kalojmë të ikim shtëpi. Okej, dakord. I jap vjerës, ish vjerës me fjalë, i jap djalin. Kur shikoj djalin e kishte zhvesh ish bashkëshortja, me fjalë vetëm e badi, se edhe fëmia kishte filluar të dridheshe. Shumë çaj të bëj, shumë nëse mund ta bëj. Shumë futa ndërmjet kësaj dhe djalit, po pa prekur Gjiljola. Në momentin që po vishja unë djalin, se nuk i shkoj Gjiljolës, Gjiljola u agresu dhe hapi krahun dhe t'i gjuj djali, sepse unë në këtë pozicion, nëse bëjmë, sepse bëra unë lëvizjen, në atë moment që hapi krahun, unë e pash, dhe pafa kam bërë në pjesën këshu. Dhe ju gjuajti juve? Kam hangë dhe disa grushta mas koke, me gjatë, të grushta kanë ardhur në ish vjera, sepse ishin në pozicion aty mbrapa ishe ish vjera. Që ta kuptojmë qartë lutem Bukurosh, pra ish nusja të goditi dhe nëna e saj të goditi dhe... Po. Të dyja, të goditën. Pikërisht. Pas bisedës me Bukuroshin dhe me nënën e tij në fshatin Shushic, rreth 7 kilometra larg qytetit të Elbasanit, udhëtuam drejt banesës ku jeton ish bashkëshortja e tij Gjiljola. Pas disa minutash kërkimi, arritëm pranë banesës ku qëndron dhe trokitëm në derë për të marrë qëndrimin e saj lidhur me akuzat që ish bashkëshorti kishte ngritur publikisht. Përshëndetje, si jeni? Atëherë, ne kemi ardhur në emër të Zotit Bukurosh, ka ngritur disa akuza kundrejt jush, dhe dëshironim të dëgjonim dhe pjesën tuaj të historisë, nëse ju... Në derë u përgjigje ëma e Gjiljolës, e cila nuk pranoi të jepte asnjë koment, edhe pas insistimit ton, qëndrimi mbeti i njëjtë. Por çfarë ka ndodhur pas publikimit të rastit në emisionin Pa Gjurmë, do të jetë sërish Bukuroshi që do të na rrëfej ditën e sotme.
Bukurosh, sepse edhe ashtë të kronik për të rikujtuar detajet çfarë ndodhi në emision e parë për faktin që ti tregove momentin që e dhunuar nga ish gruaja. Ajo u largua, të prishte provat, më duket si një sken krimi kur e përshkruan, ku në të vërtet, në do opinionin tim, është një akmarrje që ju të dy bëni ndaj njëri tjetrit pas divorcit dhe i keni çuar gjërat deri në këtë pikë dhe më vjen keq sinqerisht. Atëherë, konstatimi ju është shumë i drejtë në atë pjesë, por puna faktet janë këto që themi unë. Nuk unë po ta them dhe herë, Bukurosh Ruda në jetën e tij nuk di të fajsoj apo të merret me një femër. Aq po tepër, nëna djalit tim, bashkëshorte me të cilën unë kam jetuar 10 vite dhe kam ritheksoj që unë e kam respektuar jo vetëm si grua, por si fëmijë dhe kam mbajtur aq shumë fort. Aq sa mund të duash një fëmijë. Qartë, keni pasur një marrëdhënie të mirë 10 vjeçare e cila përfund dhe e kam kuruar në gjitha dhe e kam shpëtuar jetën asaj zone. I dashur Bukurosh, tani të lutem, më lër dhe të pyes, sepse duke ditur që nuk e kam zërin e Xhiliolës, të mbaroj vetëm të konstatimin e vogël. Duat të pyes. Ju gjithje keni këmbulur në këtë studio që Xhiliola ka probleme shëndetit mendor. Gazetaria ime Klaudia ka psikologjike. E heqim të pjesën mendore sepse mendore duket diçka akoma dhe më ekstreme. Gazetaria ime Klaudia, kur themi shëndeti mendor, përfaqësojmë të gjitha problemet që i kemi. Ndërkohë, gazetaria ime Klaudia ka shkuar dhe ka trokitur në shtëpinë e Xhiliolës. Ka dalë nëna, ju e dëgjuat ish vjera juaj dhe dha atë fjali që donte të fliste dhe mbylli derën. Ne me zonjën Xhiliola nuk kemi mundur do të kontaktojmë. As nuk mundesh të kontaktosh, sepse nuk pranon ajo. Sepse nuk kemi dhe një numër të saj dhe unë i bëj thirrje nga këtë studio nëse është duke na dëgjuar, mund na kontaktoj dhe pas kuintave, mos të dalin në ekran nëse nuk do, për të folur dhe për të dëgjuar zërin asaj nëne. Por në disa video që ti mua më ke sjell, që i kam parë një video, dhe nuk mund të nxjerr në momentin që Xhiliola nuk ka folur, një video që ti e xhiron Xhiliolën që ajo del nga gjykata me djalin e saj prej dore. Një video disa sekonda. Tani, me thënë të drejtën, una... Duket ka qenë pjesa e shkollës. Xhiliola me djalin prej dore duke hecur. Ka qenë pjesën në datën 9 shtator. Mirë, okej, detajet nuk i di. Detajet nuk i di, kur e ke xhiruar. Por në atë video, unë realisht nuk shikoj asgjë të dyshim që ka probleme shëndet mendor. Një nën, prej dore fëmijën, që pas ka vajtur në shkollë, se mendoja që kishte dalë nga gjykata, ka vajtur në shkollë, ka marrë të birin nga shkolla. Jo, e ka çuar. E ka çuar, çrëncika, mos merrni këto detaje pa vlerë. Dua të them që aty nuk kuptova në atë video që ajo ka një problem shëndetit mendor, sepse nëse një nën ka probleme shëndetit mendor, që e çon në shkollë, padyshim që një mësuese duhet të kuptojë diçka. Një psikolog e shkollës duhet ta marrë seriozisht të rast. Ju këmbguni te kjo gjë. Është çështje akmarrje, po ta bëj të pyetje live, apo ndoshta duhet të mendosh dhe ti pak ndryshe që ajo është nën dhe e ka fituar atë kujdestari, ja ka dhënë gjykata dhe ajo nuk po e shkel vendimin e gjykatës. Ajo po e zbaton vendimin e gjykatës. Gjykata vendosi që ky baba do e takoj të birin çdo javë, do e marrë për pushime dhe ajo s'ta ka penguar. Pra, në këtë rast, ajo nuk po e shkel vendimin e gjykatës. Ju pa akuzoni. Në 3 herë. Ku po e shkel? Sepse ti djalin e takoj. Në polici të Elbasanit, në Përtori, sot ndodhet një kallëzim për këtë pjesën e shkeljeve që ajo ka bërë dhe nuk e ka lënë djalin një të premte me pretendimin, unë të kam çu dhe sinkronin. Por përpara se ta tregosh këtë moment, lutem të dalim në reklama, njoftojmë nga regjia që ka ardhur momenti të kalojmë në publicitet dhe rikthehemi sërish bashkë në studio. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku me mua vazhdon të qëndroj në studio Bukurosh Ruda, një baba i djalit të mitur i cili kërkon të rifitoj kujdestarinë e të birit, më saktë të heqë kujdestarinë nënës dhe ta marrë babai, sepse ai pretendon dhe këmbgul që ish bashkëshortja e tij ka probleme me shëndetin e saj dhe jeta e djalit është në rrezik. Atëherë po Bukurosh, do t'jap kohën që të flasë. Atëherë, mund të shpjegojmë për çfarë the. Vetëm duhet të dish që jemi drejt fundit, nuk kemi shumë kohë. Bukuroshi nuk ka asnjëherë tendencën për të hakmarr ndaj një femre apo ndaj një nëne me të cilën ka jetuar për 10 vite. Po. Për të cilën dhe i ka shpëtuar jetën në këto 10 vite. Bukuroshi ka ngulmon tek e drejta që e vërteta të dalë. Dhe e vërteta, po të ketë një psikolog
të mirë fill, ndoshta nga institucioni juaj, që të shkoj në kopshtin e djalit, ta marrë në djalin në një vend neutral. Se në kopshtin ku djali ndodhet nuk ka një psikologe? Unë di që jo. Se në ndjenin time, Unë di që jo. shkollat dhe kopshtet janë të pajisur me psikolog. Unë nuk kam asnjë lloj besimi te ato psikolog në Elbasan. Çka ka ndodhur? Unë të kam përur një video ku aty vërtetohet qartë që punojësja e socialit thot se djali im ka shkuar në një vdekje, pra në një vaki. Një fëmijë i vogël, i moshës 3 vjeç në atë kohë, të shkoj në një vaki 3-4 vjeç pa 1-2 muaj që nësi ka, të shkoj në një vaki, kjo është goxha traumatike. Të shoh fëmija një gjendje me fjalë Ju nuk keni detaje, mos të bazoni nga një fjali e vetme Jo, dhe... unë bazon në ajo që nëzirë punojse social dhe më duhet besoj atë A ke folur ti me edukatoret e djalit? Se ti e babaj, ke të drejtat e plota të shkosh në kopsht dhe të pyesësh ti rëstosh për djalin. Çfarë të kanë thënë edukatoret për gjendjen e djalit? Gjendja e djalit në pjesën e shkollës nuk është e keqe, siç më thonë. Po. Djali hecën mirë herë, nuk ka probleme, unë nuk e di se kë quajnë ato probleme. Po kë quan ti probleme? Unë quaj problemin atë që djali mund të rri i ndrydhur momenti që ty të vjen me maman. Dhe ti nuk e ke ide, ju më falë se drejtohem me ti. Nuk është problem, po. Po të vini, unë do të lutesha, të vini një dite, ose disa ditë, pa e kuptuar Gjiliola, të vini të fokusoni të kopshti, dhe të shikoni se si ai djalë vjen kur vjen me maman. Dhe duke qartë, ne nuk mund të bëjmë xhirime të fëmijëve të mitur fshetas, ë? Ne mund të bëjmë një investigim dhe të flasim, por nuk kemi se i bëjmë fshetas këto gjëra. Se ne po i bëjmë haptazi dhe po akuzohemi, ju t'i bëjmë fshetas. Në kuptimin e fjalës, në kuptimin figurativ që Gjiliola mos jetë e përgatitur. Mirë, nuk e pse thuaj këtë, sepse... Jo, po nuk të lijoj, Bukurosh, nuk të lijoj. Të më thuash një transmetim live, bëje ti këtë gjë, që ajo mos ta marri vesh, po mëse ti po e dëmton. Nuk duket akmarrje, e pastër që do të bësh nga ish bashortes. Nëse ti kërkon një të vërtet, mëso rrugën e dur për të kërkuar të vërtetën. Nga e vërteta nuk duhet kemi frikë, po nuk kemi pse të përdorim rrugë të shtrapta për të shkuar të e vërteta, sa asnjëherë s'do na çoj. Shumë dakord me ty, por pjesa është që nëse ti i shkon, supozoj, si që kanë shku punojësit e bashkisë, me paralajmërim... Por si ka mundësi, sepse i po shkojmë dhe drejt fundit Bukurosh dhe ti ka thotë që djali im erdi na hapi derën, erdi na priti mirë, ishe i lumtur me gjyshi, kur djali im thotë të gjëra tjera, tu ka i do në sens shumë të madhë. Prandaj të themi, që unë ngulmoha dhe një gjykat, thash, kam kërkuar dhe në këtë letër, drejtuar gjykatës, apelit, A ke mundur do të Bukurosh? I kam thënë që një psikolog në tjera. Bukurosh, me sa po kuptoj unë, ti nuk e ke luftën me ish gruan, e ke me drejtsin. Se gruaja po i zbaton vendimet e gjykatës. Nuk e i zbaton. Se nuk një të premte, ti nuk mundet do të atakojë djalin. Janë 2 të premte dhe 15 ditë pushimeve. Të lutem. Të verore. Sepse qëllon që në një të premte fëmija mund t'jetë dhe sëmur. Dhe s'mund të takosh do të fëmija. Jo, shumë dakord. Për çështje smundja as të njofton, as të thot. Aty ajo nuk të ka penguar takimet me djalin. Pra ti ke takime me djalin, sepse ne kur kemi ardhur me kamër për xhirime në shtëpinë tuaj, kur Klaudia ka ardhur, ti djalin e ke pasur aty. Që kjo tregon që ajo nuk ta ka penguar djalin në takime. Unë nuk po them se kjo është e përhershme. Se 2 të premte nuk e ke takuar djalin, kjo nuk do të thot asgjë për mua. Dakor, për mua do të thot shumë. Ajo që po kuptoj unë është që ti nuk e ke luftën me ish gruan. Në këndvështrimin tim, ajo po e zbaton vendimin e gjykatës. Ti e ke me drejtësinë shqiptare që kërkon të marrësh kujdestarinë e djalit. Por i dashur Bukurosh, shkalla e parë gaboj, shkalla e dytë gaboj, psikologja gaboj, kopshti gaboj, po si ka mundësi? Të gjithë në Elbasan gabojnë, vetëm ti baba ke të drejtë pra të fëmijë? Normalisht. Duhet parë dhe kjo situatë. Të gjitha, thash shpëtimi duhet të i gjithë anshëm dhe i gjithë përfshirës. Nuk jam absolutisht kundër kësaj. Unë vënd dispozicion, ja kam thënë dhe gjykatës, e them dhe tani tu live, vënd dispozicion telefonin dhe çdo gjë tjetër që i nevojitet asaj gjykatë për nxjerrë të vërtetën. Në asnjë mënyrë, në asnjë moment, Bukuroshi nuk merret
për hakmarrje, Bukuroshi do që ai fëmijë të jetë i lumtur. Ai fëmijë kur të vit të babai të vi me qef, mos vit babai të shpreh ankesë. Ai fëmijë kur të shkojë te nëna të shkojë me qef, jo të përplaset në tokë shtëpi të qajet ulëri e thotë që unë nuk du të shkoj te nëna. Është goxha traumatike për një baba, po ti je në atë moment, në atë prezent aty, që ti të qaj fëmijë të përplaset tokë dhe thotë nuk fikim megjithëse ti i blen një mal me lodra. E çon. Dhe shikoj që ke një makinë aty. Kjo makina që ke marrë me vete. E djalit. Është e djalit. E një gjë shumë e bukur, po të shikosh bagazhin këtu nuk e ka. Djali në një video thotë që këtë ma përplasi bam, mami dhe thyu. E thotë djali, se them unë. Gjitha akuzat i ka bë djali. Tani, më thotë, përveç saj, thotë, makinën e hapi nana mira me kaçavicot, ja dhe këtu. Por të lutem, më lejo të kaloj një tjetër shkëputje, sepse po shkojmë drejt fundit dhe dua ta përmbyllim këtë histori, sepse ti vazhdon të këmbgulësh, ti jesh pjesë e studios së emisionit pa gjurmë, kur gjykata nuk morë zgjidhje, e vështirë të marrë zgjidhje dhe në studio televizive, unë dua të jem realiste, gazetarët nuk ka shkopin magjik që bëjnë zgjidhje. Por kjo dritare është hapur që zëri juaj të dëgjohet. Por kalojmë bëjmë shkëputjen e radhës, kalojmë në një tjetër këshill mjekësor dashurmiq, do të jemi te Prostatoli, një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore. E ndjekim Prostatolin dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në studio dashurmiq, e di Bukurosh ti kërkon sa herë kohë të gjatë televizive, por pa i gjurmë këtë minutazh ka dhe ne do të respektojmë rregullat e kohës televizive se pas pak janë kolegët tanë në transmetim. Vetëm 2 minuta kohë kemi. Ke diçka për të thënë? Sepse ajo që unë të këshilloj është mundohu të gjesh ndërmjetësim me ish gruan, sepse përjetësisht ajo do ngelet nëna e djalit tuaj dhe ju përjetësisht do ngeleni baba i djalit të saj dhe do të gjeni gjuhën e përbashkët. Asgjë nuk zgjidhet në gjykata, bët një luftë dhe asgjë nuk zgjidhet. Po, kështu kur gjykatat funksionojnë në mënyrë të jashtëligjshme në Shqipëri dhe duke sipas burimeve konfidenciale duke u korruptuar, sepse ka dhe korrupsion më në kësaj pjese. Se nuk u çmend i trup gjyqësor për 3 vetash, për cilën unë dyshoj fort, nuk u çmend një trup gjyqësore të mos rras psikologun kur ka kaq shumë materiale të rënditse për i fëmijë. Kërkon ditën e sotme të japësh një mesazh Xhiliolës. Mesazhi për hir të atyre 10 viteve që keni kaluar bashkë dhe keni ndarë gjithçka. Mesazhi im ka qenë një dhe vetëm një. Të heq dorë nga djali dhe është e rëndë kjo që po kërkon, të heqë dorë nga djali. Të heq dorë nga kujdestaria e djalit dhe t'ia dorëzoj babait të rritet i lumtur ai fëmijë. Dhe sa herë të doj, si të doj dhe ku të doj, Bukuroshuda është i hapur për çdo lloj takimi, për çdo lloj gjëje, për çdo lloj bisedimi, sikur se kemi qenë lidhje. Tash Bukurosh, unë jam nën vet, por është e rëndë mesazhi që i përçove. Hiq dorë nga kujdestaria të vi djali tek mua. Këtë gjë besoj thot dhe Xhiliola. Hiq dorë nga kujdestaria se djalin do ta mbaj unë dhe hajde takohen. Nuk zgjidh një gjë kështu. Gjeni një gjuhë të përbashkët për të mirën e atij fëmije, se kjo betejë s'do mbaroj kurrë. Atëherë beteja ngelet e hapur. Beteja ngelet e hapur. Gjykatave dhe në fund fare Strasburgu e ka me jebi vendim që s'ja merr menja Xhiliolës. Ju nuk do ta kuptoni që atë fëmijë do e shkatërroni. Do e kuptoni më vonë se çfarë po bëni. Gjithsesi Bukurosh, më duhet të bëj mbylljen. Unë të uroj më të mirat, uroj që të bëhet më mira për djalin tuaj, uroj që drejtësia të dali dhe të zbardhet e vërteta, nëse ai fëmijë është vërtet në rrezik, të merren masa, por nëse ajo nën është e aftë, s'duhet ndar kurrë nga biri i saj. Ju falenderoj që më ndoqët dashurmiq, ne bashkë do të takohemi sërish nesër me të tjera histori, me të tjera denoncime. Mirupafshim.